Përshëndetje të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni orës 16, pas pak në lajmet do të ndiqni. Edi Rama thotë se Partia Socialiste do të marrë 1 milion vota në zgjedhjet e 11 majit gjatë një takimi me kandidatët në listën e Tiranës, ai deklaroi se socialistët kanë skuadrën më të mirë. Koalicioni i drejtuar nga Berisha do të jetë i pari në fletën e votimit, ndërsa Partia Socialiste do të mbajë numrin 5, renditja u përcaktua nga shorti i hedhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Berisha kërkon nga institucionet e drejtësisë që të mos ketë amnisti për krimin zgjedhor. Ai thanë se redaktori që del në përgjimet e velijet është Rama, ndërsa Çimkat i vendosi ministri i drejtësisë Manja. Maqedonia e Veriut është në zi pas tragjedisë në Koçan, 51 prej të lënduarve po trajtohen në spitale jashtë vendit, ndërsa autoritetet kanë konfirmuar se lëndët piroteknike i kishte siguruar grupi muzikor. Shqipëria ka nisur zyrtarisht përgatitjet për takimin ndaj Anglisë. Sulmuesi Arber Hoxha dhe mesfullshori Julian Shehu shprehën optimist për një rezultat pozitiv në sfidën e 21 marsit që do të transmetohet ekskluzivisht në televizionin Klan. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura në një takim me kandidatët për deputet të qarkut të Tiranës. Edi Rama tha se Partia Socialiste ka skuadrën më të mirë. Ai theksoi se këto zgjedhje janë historike, ndërsa shtoi se përballë kanë forca që duan vota për të përmbysur gjithçka që është bërë në 11 maj. Fitoria do të jetë me notën 10, tha Rama. Në takimin me kandidatët e tij për deputet në kryeqytet, kryeministri Rama tha se parashikon që me përkraje nga diaspora të arrijë 1 milion vota për Partinë Socialiste. Ne jemi këtu mishërimi i vullnetit të afro 800.000 shqiptarëve dhe shqiptarëve që me votën e diasporës mund të shkojnë afër 1 milionshit. Duhet bëjmë çmosin që në këto zgjedhje të marrim rezultatin më të mirë të gjithë kësaj serie fitoresh, 9 fitore radhazi. Në 11 maj kemi radhën e 10 dhe do të marrim një fitore me notën 10, duke filluar nga Tirana, ku qelli duhet jetë kufiri, qelli. Këneta sipas Ramës kërkon të zhbëjë reformën në drejtësi. Ne jemi këtu udhëheqës të procesit transformues të drejtësisë dhe në vetë të parë edhe bartës të kostove më të mëdha të këtij procesi. Përballë nesh janë forca që duan votën për të kthyer përmbys gjithçka që është ndërtuar deri tani. Rama tha se vetëm Partia Socialiste mund ta integrojë vendin në Bashkimin Evropian. Dikush mund të thotë që po të gjithë këtu duan ta çojnë Shqipërinë BE. Edhe Këneta BE. Thot gjithë ditën. Gjithë bretkocat BE-n kanë në gojë, asnjë lëkundje, asnjë ndalim i kësaj pune, asnjë çoroditje nuk duhet lejuar të ndodhi. Rama ka listuar 49 kandidat për deputet në Tiranë, ku janë përfshirë edhe 5 ish opozitar. Partia Socialiste ju ka dhënë gjithë mundësinë të deri dhe ballistëve ju kemi dhënë mundësinë që të shohin nga ne nëse nuk duan të vdesin në kënet. Koalicioni i drejtuar nga Sali Berisha do të jetë i pari në fletën e votimit, ndërsa Partia Socialiste do të mbajë numrin 5. Renditja në fletën e votimit u përcaktua nga shorti i hedhur këtë të hënë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sali Berisha me koalicionin e tij opozitar do të jetë renditur i pari në fletën e votimit, që zgjedhësit shqiptar do të kenë në duar për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në renditjen e subjekteve zgjedhore pas shortit të hedhur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Partia Socialiste e kryeministit Edi Rama do të mbajë numrin 5. Fleta e votimit në këto zgjedhje pritet që të jetë nëpër masa më të mëdha se sa në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, secili koalicion që konkuron për të zënë vende në Parlamentin e ri ka dorëzuar nga 186 kandidat për deputet, 46 në listën mbyllur dhe 140 në listën e hapur. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë këtë të martë variantin final të fletës së votimit.
Kryetari i Partisë Demokratike u paraqit në SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Në dalje, ai thot për gazetarët se amnistimi i krimit elektoral është atentat ndaj zgjedhjeve të lira, po ashtu Berisha foli edhe për përgjimet ndaj Erion Veliajt, për të cilat tha se redaktori i tyre është Rama. Sali Berisha përsëriti të njëjtin qëndrim para oficerëve të SPAK në zbatim të masës detyrim paraqitje. Amnistimi i krimit elektoral nga Dumani dhe skapi i partisë është krimi antikushtetues dhe antidemokratik më i madh në historinë e pluralizmit politik. Është atentati më i rëndë ndaj zgjedhjeve të lira. Berisha deklaroi se Rama është redaktori i përgjimeve ndaj Veliajt në paraburgim, ndërsa Ulsi Manja ngriti kurthin. Kjo çështje nuk do të dalë pa u pyetur redaktori. Tani do thoni ju cili ishte redaktori. Redaktori ishte Edi Rama. I ka shkuar natën si mik, duke ju lëpir e stërlpir Erion Velis dhe ka urdhruar vendosjen e çimkave në të gjitha mjediset. Uluziu pra është pjesë e këtij kurthi. Kryedemokrati foli dhe për një takim të Xhevdet Troplinit me Veliaj në paraburgim. Një natë i shkoi dhe Poja. Xhevdet Troplini, kush është Poja? Është pronari, është zotruesi absolut i portit Durrësit dhe i ka dhënë një lloj siç i pat bërë Lefterit para 2 vjetësh. Tani Rama ja dërgoi një qeli atij, thuhet, dhe ai ka përcaktuar kushte. Ndër të tjera, Berisha deklaroi se kryeministri Rama kishte frikë nga fitoria e opozitës në Durrës dhe vendosi kështu të kandidojë në listë mbyllur në Tiranë. Në Durrës, teksoj kryetari demokrat, opozita do ketë fitoren më të thellë në historinë e saj. Kryeministri Rama i është përgjigjur Lulzim Bashës me anë të një video mesazhi. Thotë se ai ka stresin zero, ndërsa me ironi shprehet se Basha do të fitojë sërish zgjedhjet. Luli, i famshëm kërkon ku je Lul, ku je më burr? Kësaj pyetje te kryeministri Rama, Basha ju përgjigj me zell nëpërmjet një video mesazhi ku tregon se ku ndodhet. O Rame, kishe bëtë kohë Luli, ja me ku e ke Lulin? Me Oriola Pampurin, me demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet. Duke kujtuar lajmin e rrem për vdekjen e tij, Rama ka vijuar ironin me Bashën. Po mër Lull, si mos pys për ty, na thave syt më zotni. Po si than, vdiq Lulli, edhe mu se besova, se e di që ti je i pavdekshëm. Stres zero, gjumi top, 77 po 42 e se lutopi. Ku kamër vdekje i t'afrohet ty mër Lull, vetëm kur dole dhe the jam gjallë, ty thash mos, po rren tash. I kënaqur shprehet Rama me faktin që Lulzim Bashën nuk e lan vetëm, duke i dhënë gati edhe idenë për sloganin e fushatës së 11 majit. Indeze motorët, i modhje, po shqyr mër Lull, shqyr dhe bravo Oriolës edhe Euroatlantikve që s'kan lënë vetëm se misioni ytë për të largu mu duhet vazhdoj. Plus që kush vjen me ty fiton, edhe kur hum fiton. I kujtoi kohën e çadrës, por edhe të marrëveshjes së 17 majit. Po ti ku je më Rame? Aty ku më ke lënë Lull. Aty, si për çadrës tate. Qa kohë ishte, ti po shmeje duke këndu hymnin kombëtar dhe unë që punoja lart me zërin tënë në sfond. Pastaj marrëveshja për dalë krah për krah nga çadra me ballin lart, flokët si gjithmonë pik edhe me atë xhepin tat plot me mesazhe dhe dokut tënd që të çonte zemra në iPhone. Me kënaqësi, Rama e fton të mos i ndahet dhe të vijojnë këtë lloj përballje duke e uruar në të njëjtën kohë ironikisht fitoren. Në trem se do fitosh prapë më Po halal se meriton vetëm bëu i gjallë më burr. Bëu i gjallë, mos mundat ashti. Hajde vllai. Forca demokratët Euroatlantik. Erdhi dita. Rama ik.
Në Maqedoninë e Veriut ka nisur java e zisë për viktimat e tragjedisë së zjarrit në diskotekë. Autoritetet informojnë se 51 prej të plangosurve janë dërguar prokurim jashtë shtetit, ndërsa ministri i Brendshëm konfirmoi se zjarri u shkaktua nga mjete piroteknike që ishin siguruar nga grupi muzikor. Maqedonia e Veriut është në zi. Flamujt janë ulur në gjysmështiz për të respektuar vendimin e qeverisë që shpalli 7 ditë zie, të gjitha aktivitetet politike janë ndërprerë. Në Koçan janë të pikëlluar pas tragjedisë, ndërsa po nderohen viktimat. Jetët e humbura u nderuan edhe në qytete të tjera, përfshirë qendrën e Shkupit dhe atë të Tetovës. 59 jetë të humbura është bilanci i tragjedisë. Trupat e pajet janë përcjell drejt institutit mjekoligjor, ku do t'ju bëhet autopsia dhe identifikimi i tyre. Më shumë se 130 persona janë ende nën kujdesin e mjekëve, pasi kanë mbetur të lënduar. 84 prej tyre ndodhen në spitale në Maqedoninë e Veriut, ndërsa 51 të tjerë u transportuan për ndihmë të specializuar në shtete të tjera, kryesisht në Turqi, Serbi, Bullgari apo edhe Belgjik. 20 prej tyre janë në gjendje më serioze. Të gjithë pacientët janë në gjendje të qëndrueshme. 20 prej personave të lënduar janë në gjendje më serioze dhe po trajtojnë në spitali jashtë vendit. Edhe ata janë në gjendje jo të rëndë, e gjithë situata është përballuar mirë. Nga hetimet ka rezultuar se shkak për rënien e zjarrit është bërë përdorimi i lëndëve piroteknike. Flakët janë përhapur me shpejtësi për shkak edhe të lëndës drusore të tavanit të objektit. Numri të arrestuarve si përgjegjës për këtë tragjedi është rritur, ndërsa ministri i Brendshëm Pançe Toshkovski hodhi poshtë zërat se brenda lokalit kanë qenë mbi 1000 persona. Zjarri ka shpërthyer si pasojë e përdorimit të mjeteve piroteknike të cilët i kishte siguruar banda muzikore. Personi i ngarkuar për përdorimin e këtyre mjeteve ka humbur jetën gjatë fatkeqësisë. Në objekt ka patur 500 persona, kurse ishin shitur 250 bileta. Është rregjur flet arresti për 4 persona dhe të njëjtit janë privuar nga policia. Në stacionet policore në Tetov dhe Shkup janë ndaluar 5 persona në mesin e të cilëve edhe një ish-ministër. Kryetari i komunës së Koçanit, Lupço Papazov, ka dhënë dorëheqjen nga detyra, ndonse nuk ishte dhënë asnjë deklaratë pas tragjedisë. Ai ka njoftuar se merr përgjegjësinë e tij për këtë ngjarje, duke thënë se ky shembull duhet të ndiqet edhe nga persona të tjerë që mund të kenë përgjegjësi në shkaktimin e kësaj tragjedie. Autoritetet Maqedoninë e Veriut raportojnë se ka humbur jetën edhe një shofer ambulance, i cili gjatë së dielës transportoi persona të lënduar në tragjedi. Autoritetet kanë shtuar numrin e prokurorëve për të thelluar hetimet se si funksiononte klubi i natës me një licencë jo të rregullt. Gjatë një vizite në një fermë në Divja, kryeministri Rama paralajmëroi ndryshimin e skemës së subvencionimit për fermerët. Ai foli edhe për të mirat e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke deklaruar se do të përfitohen 300 milion euro në vit për bujqësinë. Kryeministri Edi Rama dhe Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku vizituan një fermë lopësh në Divjak, ku fal punës dhe mbështetjes nga AZBR ka ngritur një industri me 1700 krerë lop, duke prodhuar 19 ton qumësh në ditë. Rama foli dhe për ndryshimet në skemën e subvencionimit në bujqësi. Prioritet numrit krerëve, jo edhe që të stimulojmë bashkimin. Zhvillësia tjetër është gjithë ajo linja e financimit e Bankës së Shqipërisë, 250 milionë euro. Nga ana tjetër, kryeministri tha se bujqësia dhe blegtoria janë sektor që do përfitojnë më shumë kur vendi të antarësohet në Bashkimin Evropian. Duhet të bëjmë patjetër kapërcimin që të hyjmë në Bashkimin Evropian, sepse direkt na vin 300 milionë euro vit për bujqësi, vetëm bujqësi. Kryeministri Rama inspektoi dhe punimet në rrugën Gur-Remas në Divjak, ku tha se vëmendja e qeverisë është në zonat rurale. S'është vetëm Divjaka, janë shumë zona ku ka pasur zhvillim të infrastrukturës rurale, gjithmonë jo elektorale, por strategjike. Sot janë 43 zona urbane dhe 98 rurale, dhe janë 11 kantiere të hapura, dhe janë një sër kantiere tjera që fillojnë dhe mbyllet përfundimisht një plagë e vjetër sa shteti shqiptar. Deri më tani janë realizuar afro 35% e punimeve të këtij segmenti rrugor që do të shërbejë banorëve të fshatit.
Banka e Shqipërisë synon modernizimin e pagesave online nga celulari. Guvernatori Gent Sejko theksoi se nga ky sistem qytetarët dhe subjekte do të kursejnë më shumë. Banka e Shqipërisë synon të modernizojë sistemin e pagesave online dhe nga celulari për të krijuar sa më shumë lehtësira për qytetarët. Sipas guvernatorit Gent Sejko, shumë shpejt do të ketë një sistem të ri pagesash nga smartphone-ët. Sfida e të ardhmes është modernizimi i sistemeve të pagesave dhe digitalizimi i sistemeve të pagesave. Dhe në këtë drejtim ju keni dëgjuar që ne jemi bërë antar i SEPA-s dhe gjithashtu do të implementojmë një sistem pagesash nëpërmjet celularit që është kloni i sistemit TIPS që përdor Banka Qendrore Italisë në gjithë Europën, pra dhe ne në Shqipëri do të implementojmë një sistem në përputhje me sistemin e Bashkimit Evropian, i cili do të krijojë qytetarëve mundësinë për të bërë pagesa 24 orë në 7 ditët e javës nëpërmjet celularit. Gjatë hapjes së javës së paras, guvernatori Sejko nënvizoi se nëpërmjet edukimit financiar synohet ndërgjegjësimi të rinjve që t'i referohen vetëm institucioneve të besueshme financiare, siç është edhe Banka Qendrore. Në shkurt, eksportet u rritën me 4.3% sipas Instat, ndikuan mineralet, lëndëdjegëse dhe energjia elektrike. Eksportet e mallrave shënuan vlera pozitive në shkurt të këtij viti sipas të dhënave më të fundit të Institutit të Statistikave, ku rezulton se ato arritën vlerën e 34 miliard lekëve, duke u rritur me 4.3% krahasuar me shkurtin e 2024-s dhe me 7.3% krahasuar me një muaj më parë. Sipas Instat, në kontributin e grupeve kryesore në ndryshimin vjetor të eksporteve gjatë shkurtit të këtij viti kanë ndikuar grupet minerale, lëndëdjegëse dhe energji elektrike me plus 11.1%, ushqime, pije dhe duhan me plus 1.7% dhe makineri pajisje e pjesë këmbimi me plus 0.2 përqindje. Në muajin shkurt 2025, vendet me të cilët Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të eksporteve në krahasim me shkurtin e 2024-s janë Kosova me 63.7%, Greqia me 10.2% dhe me 7.5% Gjermania. Instat nënvizon se importet e mallrave ulen në shkurt me 8.6% dhe arritën vlerën e 68 miliard lekëve në krahasim me një vit më parë. Pavarësisht shifrave të mësipërme, vendet me të cilat Shqipëria ka patur rritjen më të madhe të importeve janë Kina me 16.6%, Greqia me 10% dhe me 46.3% Spanja, thuhet në raportin më të fundit të Instat. Java ka nisur me reshishi pothuajse në të gjithë vendin edhe temperaturat kanë pësuar rënje të ndjeshme. Sipas meteorologëve, kjo javë do të kthejë edhe reshit e Borës në zonat malore mbi 400 metra nga niveli i detit. Reshjet të dendëra shiu dhe shpesh herë në formën e shtrëngatave kanë përfshirë gjithë vendin këtë fillim jave. Më intensive, reshjet pritet të jenë në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë dhe Durrës. Vetëm në mbizotërimin e vranësirave të shpeshta, të cilat do të bëjnë që her pas here në territorin shqiptar në urtësirën perëndimore të kemi momente të pakta me reshje shiu. Reshjet do të jenë të karakterit lokal, duke filluar nga dita e mërkurë edhe në vijim do të kemi përmirësim gradual të kushteve të motit, duke bërë që të kemi intervale me ktillime, kalime të shpeshta të vranësirave. Në krahasim me fundjavën e shkuar, temperaturat maksimale të ajrit do të pësojnë ulje me gati 10 gradë Celsius. Dita e martë do të sjellë një tjetër rënje të temperaturave të ajrit, më e ndjeshme në orët e para të mëngjesit, duke bërë që vlerat minimale të regjistrohen në 0 apo 1 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, ndërsa maksimumet do të jenë jo më shumë se vlerat 13 gradë Celsius të regjistruara këto në vijën bregdetare. Për sa i përket qyteteve të zonës së ulët, pritet që maksimumet duke përfshitur edhe këtë qytetin të luhatë nga 10 deri në 12 gradë Celsius. Meteorologët parashikojnë se për shkak dhe të uljes së ndjeshme të temperaturave në veri, lindje dhe juglindje në lartësitë mbi 400 metra nga niveli i detit, reshjet do të jenë në formë bore. Në veri lindje do të kemi rishfaqje të reshjeve të borës. Kjo rënje e menjëhershme e temperaturave të ajrit për rajonin e Ballkanit vjen si pasojë një mase ajrore të ftohtë, e cila po godet rajonin e Ballkanit do të jetë e përkohshme, do të sjellë rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit, her pas here do të sjellë dhe problematika për sa i përket akseve rrugore, pasi do të kemi rishfaqje të ngrisave, pasi do të kemi temperaturat të cilat do të jenë vlera negative për të paktën ditën e martë dhe dita e mërkurë. Më pas kemi rikuperim të tyre. Sinoptikanët parashikojnë se problematike do të jetë edhe era në fillim të javës, e cila pritet të fryjë mesatare deri e fortë në të gjithë vendin. Nga Prishtina, i dërguar i ri për dialogun Kosovë-Serbi u bëri thirrje palëve që të vijojnë bisedimet, sipas tij ka shumë çështje të hapura që duhen diskutuar në Bruksel. Për
Për të biseduar edhe vazhdimit të dialogut Kosovë-Serbi, emisari i ri i Bashkimit Evropian Peter Sorensen ka qëndruar në Kosovë, ku ka takuar krerët e institucioneve. Pas takimit që zhvilloi me kryeministrin Albin Kurti, ai ka quajtur fillim të mirë bisedimet me liderët e shtetit. Sorensen ka deklaruar se procesi i dialogut ka sjell me vete shumë zhvillime në të cilat duhet punuar. Kemi pasur një bisedë rreth mënyrës se si procesi mund të vazhdojë dhe të ecë përpara, kështu që është një fillim i mirë. Qëllimi sigurisht është që procesi të vazhdojë. Do të shkoj edhe në Beograd dhe sapo të zhvilloj bisedet e para, do të ulem dhe do të vlerësoj ku jemi. Derisa është pyetur për kompromise, ai ka thënë se kjo u takon palëve të përcaktojnë. U takon palëve të përcaktojnë nëse nevojitet kompromis apo jo, por dialogu është pikërisht për këtë dhe këtë kemi bërë që nga viti 2011. Ai paraprakisht ka takuar presidentën Vjosa Osmani. Sipas presidencës, Osmani ja ka paraqitur emisarit evropian vërejtjet për draftin e statutit të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Presidentja thuhet se ka konfirmuar përkushtimin e Kosovës ndaj procesit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Ka ndëruar i jetë babai ish presidentit Hashim Thaçi. Ceremonia e varrimit bëhet të martën, ndërsa është ende e paqartë nëse Thaçi do të marrë pjesë. Në moshën 87 vjeçare është ndarë nga jeta Haxhi Thaçi, babai ish presidentit Hashim Thaçi. Kohët e fundit ai ishte i shtrirë në QKUK, ku ka marrë trajtim pas ballafaqimit me një sëmundje për një kohë të gjatë. Ai vdiq disa ditë më vonë pasi u vizitua nga djali i tij Hashim Thaçi. Vizitë kjo e kryer nën masa të repta sigurie të gjykatës speciale. Që prej se Haga ka ngritur akt akuz ndaj tij, Hashim Thaçi ka ardhur 3 herë në Kosovë për shkak të sëmundjeve të prindërve. Ceremonia e varrimit të Haxhi Thaçit do të mbahet të martën, ndërsa ende nuk dihet nëse Haga do ta lejojë Thaçin të marrë pjesë në varrimin e babait të tij. Zëdhënësi i dhomave të specializuara ka thënë se personave të paraburgosur ju lejohet të bëjnë kërkesë për arsye humanitare, por nuk është përgjigjur saktësisht nëse do t'i jepet leje ish presidentit të jetë i pranishëm në varrim. Telegrami ngushëllimi familjes Thaçi i ka dërguar krerë institucionesh dhe të partive politike. Presidenti Donald Trump tha se do të flasë me presidentin rus Vladimir Putin nesër për të diskutuar për fundin e luftës në Ukrainë. Trump po përpiqet të fitojë mbështetjen e Putinit për planin për një armë pushim 30 ditor të cilin Ukraina e pranoi javën e kaluar. Nga avioni i tij forcuan, presidenti amerikan Donald Trump konfirmoi se do të zhvillojë të martën një bisedë me presidentin rus Vladimir Putin për të diskutuar çështjen e armëpushimit. Mendoj se po ecim shumë mirë me Rusin. Do të shohim nëse kemi diçka për të shpallur, ndoshta deri të martën. Do të flas me presidentin rus Vladimir Putin të martën. Shumë punë janë bërë gjatë fundjavës. Ne duam të shohim nëse këtë luftë mund ta mbyllim. Trump po përpiqet të fitojë mbështetjen e Putinit për një propozim armëpushimi 30 ditor që Ukraina e pranoi javën e kaluar, pasi të dyja palët vazhduan të shkëmbejnë sulme të rënda ajrore gjatë fundjavës dhe Rusia po vijon të largojë forcat ukrainase nga rajoni perëndimor rus i Kurskut. E po, unë mendoj se do të flasim për tokën. Është shumë ndryshe nga sa ishte para luftës, siç e dini. Do të flasim për termocentralet. Kjo është një pyetje e madhe, por mendoj se kemi shumë prej tyre për të diskutuar. Ndërkaq nga ana tjetër, Rusia ka përdoritur se do të kërkojë garanci të hekurta në çdo marrëveshje paqe për Ukrainën dhe se vendet e NATO-s do të përjashtojnë Kievin nga anëtarësimi dhe Ukraina do të mbetet vend neutral. Zëvendës ministri i jashtëm rus Aleksandr Grushko në një intervistë për mediat ruse u shpreh se çdo traktat paqeje e afatgjat për Ukrainën duhet të përmbush kërkesat e Moskës. Nuk ka rëndësi se çfarë trupash do të vendosin kontingjentet e NATO-s në territorin ukrainas ose qoftë Bashkimi Evropian. Ne mund të flasim më vonë për vëzhgues të parmatosur, një mision civil që do të monitoronte zbatimin e kësaj marrëveshjeje ose mekanizmat garantues, tha Grushko. Zëvendës ministri i jashtëm rus u shpreh se aleatët evropian të Kievit duhet të kuptojnë se vetëm përjashtimi i anëtarësimit të Ukrainës nga NATO dhe eliminimi i mundësisë së vendosjes së kontingjentëve të huaj ushtarak në territorin e saj do të funksionojë. Britania dhe Franca kanë thënë të dyja se do të jenë të gatshme të dërgojnë një forcë paqëruajtëse për të monitoruar çdo armëpushim në Ukrainë. SBA-ja ka bërë presion për armëpushim në Ukrainë, por Rusia ende nuk ka dhënë një qendrim të prerë. Përkundrezi ka insistuar në kushte të ndryshme. Ndërkaq sulmet ruse dhe ukrainase me dron vazhduan gjatë natës. Forcat ajrore të Ukrainës bën të ditur se Rusia sulmoi vendin me 174 dron. Gjithashtu në Rusi, një sulm me dron ukrainas gjatë natës kishte në shënjestër objektet energjetike dhe objekte të tjera në rajon.
Moti i keq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka lënë pas të paktën 40 viktima një stuhi fuqishme që përfshiu pjesë më të madhe të vendit shkaktoi erëra të forta tornado, por edhe zjarre. Shkon në 40 numri i personave që kanë humbur jetën si pasojë e motit të keq në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shteti më i prekur është ai i Mizourit, aty ku të paktën 12 persona humbën jetën si pasojë e stuhive të forta. Në Missouri, guvernatori Mike Ho tha se shkalla e shkatrimit në të gjithë shtetin është rënditëse. Qindra shtëpi, shkolla dhe biznese janë shkatëruar ose dëmtuar rënd, shtoi ai në një deklaratë. Në Texas dhe Kansas, stuhitë e pluhurit shkaktuan disa aksidente rrugore. Në këtë të fundit të paktën 8 persona humbën jetën pasi më shumë se 55 automjete u përplasën me njëra tjetrën. Dhe disa pjesë të Texasit, Louisianës, Alabamas, Arkansasit, Tennesseet, Mississippi, Georgias, Kentuckit dhe Karolinës së Veriut janë lëshuar për lajmërime për përmbytje. Më shumë se 340.000 familje kanë mbetur pa energji elektrike në zonat e prekura nga stuhit. Gjendja e jashtëzakonshme shpallur në Arkansas, Georgia dhe Oklahoma. Më shumë se 400 shtëpi u dëmtuan pasi zjarret përfshin shtetin e Oklahomës. Departamenti i Menaxhimit të Urgjencës konfirmoi 4 viktima të shkaktuara nga zjarret në këtë shtet, ndërkohë qendra e parashikimit të motit bën të ditur se ka patur 39 tornado që nga e premtja deri në mesditën e së dielës në të gjithë SBA-n. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.